Abonent të dashur të ardhë moshën, mirë sa për takomi së bashku me pame nga Pallati i Rinis në sportin në Prishtinë. Është koha për klasikën e basketbollit të Kosovës. Sikal Prishtina dhe Kop plus Peja, edhe pse dy skuadra si Prishtina dhe Peja nuk po kalojnë në formën më të mirë, por prapë se prapë historia, klase dhe aura që mbetet e këto dy skuadra. Janë rikthyer edhe në palestër ultrasit e skuadrës së Sikal Prishtinës. Disa të cilët të po mundohen bëjnë një atmosferë të jashtëzakonshme këtu në Pallatin e Rinis dhe Sporta. Kujtojmë që Kop plus Peja vije pas disfatës në ligën unike ndaj skuadrës së Vllaznisë së Shkodrës për sa i përket Superligës së basketbollit të Kosovës. Kujtojmë që
Skuadra e Pejës unë poshtë nga Bora së fundmi. Më falni, unë poshtë po pikërisht nga Bora, por në javën e 18 fitoi edhe ndaj Raovecit 92-60, kurse Sigal Prishtina që unë poshtë thellë nga Bashkimi 84-63. Shohim Xhelan Muminin, Gazim Shabanin dhe Arjan Kurtalanin. Do tjetë kjo treshja e gjyqtarëve që do drejtojnë apo do gjykojnë këndeshje sa i përket renditjes së tabelës. Kujtojmë që skuadra e Sigal Prishtinës në vendin e 6 me 8 fitore dhe 10 humbje. Por një disfat mund ta dërgoj atë mbi yllin e pozitën e 5, kurse Peja me 9 fitore dhe 9 humbje, me një rast fitore të Prishtinës atër mund parazohen edhe dyja skuadrës sa i përket fitoreve dhe humbje. Po më rosterin e Prishtinës tash më shohim edhe të Pejës, Shëndrit Llapi, Fatin Shoshaj, Musa Mala, Tash Green, Cezar Edwards, Osho Williams, Arti Hajdari, Drena Demaj, Elon Hasanaj, Olti Salabegolli, Logan Root dhe Sokol Nila. Sa i përket rosterit të Prishtinës sot, kujtojmë ata janë me Belin, Marina, Kakrugi, Clearance, Dukes, Ismaili, Zaneli, Sinani, Hoti, Kramer dhe Dom Poloshka. Kujtojmë që është larguar nga drejtimi i skuadrës Kakjuzis, me arsyen që po atë disa arsye personale familjare. Shohim pasën e Prishtinës, Adrio Belli, Artin Marina, Valmir Kakrugi, Elijah Clarence dhe Khalil Dukes. Sot Prishtina që do të drejtohet nga Laurent Ibrahimi, ndërsa shohim pasën e Pejës në Musa Malen, Cesar Edwards, Osho Williams, Arti Hajdari dhe Logan Root. Për dëgjuar tashmë himnin e shqiptarisë e për të dëgjuar pas pak. Peja me mungesa, do vazhdoj të mungoj ikona basketbollit të Kosovës, Dardan Berisha, por mungesa ka edhe të Sigal Prishtina, Burns dhe Diana Gjusaj që sonte nuk janë gatshëm të ndihmojnë klubin e Sigal Prishtinës. Kujtojmë që Peja ka premtuar që do të sjellë 2 emra të ri në skuadër, edhe problemet me tifozët kanë pasur 2 ekipet, por duket që Sigal Prishtina vetëm se ka zgjedhur situatën, ndërsa Peja që ende nuk është zgjedhur apo nuk është arritur një marrëveshje mes kryesisë së klubit dhe tifozëve të Pejës, ku kërkojnë edhe largimin e kryesisë aktuale, por presidenti i klubit të Pejës ka deklaruar se do të qëndrojë deri në fund sezonit dhe më pas është i gatshëm të lirojë pozitën e presidentit të klubit. Bëhet fjalë për Fatmir Gashën, ku i biri i Arti Gashën vetëm se është larguar nga çdo funksion i klubit të Pejës. Për të parë tash edhe xhambollën dhe startin e kësaj përballjeje që do të jetë shumë interesante mes Sigal Prishtinës dhe Koplos Pejës, duke marrë parasysh edhe formën që kanë këto dy skuadra dhe këto dy ekipe që me do e mos kërkojnë të kthehen nga fitoria, kurse kujtojmë që Laurent Ibrahimi do drejtoj sot skuadrën e Sigal Prishtinës pas largimit të Kakjuzës, por edhe Peja tashmë me trajner të ri për më shumë se 2 javë, bëhet fjalë për kryetrajnerin Kurat Milacic, i cili zëvendësoi Greg Gibsonin, kryetrajnerin amerikan, që për më shumë se 6 muaj ishte në krye të klubit Pejan. Shohim edhe Arjan Azimin, po ashtu që është një mungesë të e rëndësishme të skuadra e Sigal Prishtinës. Tashmë xhambolli mes Edwards dhe Adrio Bellit. Paret janë lojtarët e Pejës me topin. Williams. Edhe koreografia në sfond e tifozëve të Prishtinës plisat. Në pasim për Root, nuk ka pik nga vërsia, Altin Marina me rebound në mbrojtje që tashmë merr përsipër edhe organizimin e aksionit e parë në ndeshje për klubin vendas. Dukes. Ja, kombinimi shumë i mirë, pik të leta për Kakrukin. Edhe pikët e para në ndeshje. Ja, në plan të parë edhe koreografia
e ultras dhe vendas. Edwards për Musa Moalen. Janë pasim në thellësi për Rut. Arti Hajdari. Lëviz mirë, provon një floater për dorë tabele, nuk ka pik nga Hajdari. Kundërshpërtja është e shpejtë e Prishtinës. Clarence për Adrio Belin. Qëllër plas topin e korti 4-0 shpejt e skuadrës së Sigal Prishtinës. Ende për gjetër pikët e para ekipi Mysafiri Pejës. Williams për Edwards. Musa Moala për Rut. Anjer Williams. Një pasim për Rut, një mbrojtje shumë e mirë e Bellit. E vjedh topin në fund Altin Marina. Tranzicion është i shpejt i Prishtinës. Belli pa markuar, provon treshën. I shkurtër topi kthehet pikërisht ai Belli. Clarence se cën gjithçka. Janë pasim për Kakrugin. Belli është i lirë në baseline. Belli për 3. Shanon Adrio Belli. Qarkullimi i topit perfekt nga skuadra Sigal Prishtinës. 7-0 është rezultati i këtyre minutave të parë të çerikut të parë. Edwards për Williams. Williams për Arti Hajdari. Nga shprovon treshën Hajdari, nuk shënon. Rut shtyn topin sakt për Williams. Musa Moala, Hajdari në tentimin e dytë. Brenda një aksioni asë e radhe nuk ka pik. Edwards në bën për para për një tjetër aksion Pejën. Musa Moala. Ka një faul të Clarence në Moalen. Nuk pajtohet. Moala. Rut. Në përnë me Kakrugin, për cilëm Rut. Williams. Dalet për 2. Nuk ka ping nga Williams, Kakrugi. Një box-out i mirë. Kundërshpërtja është e Prishtinës, Clarence. Shele vizën e Kakrugit, provojt luajnë me të. Rut ka devijuar topin i fundit. Posedimi të vijoj tjetë me skuadrën e Sigal Prishtinës. Nuk kanë mbetur edhe 7 minuta 33 sekonda loj. Ja, Laurent Ibrahimi në plan të parë. Ja, një ashtë të krye trajneri Milacic i Pejës. Bailey. Dale në ballore për 3. Bailey shënon e dyta. Adrio Belli do e marrë një time out. Krye trajneri Milacic. 7 minuta e 22 sekonda loj. Pavarësisht më shumë se 2 minuta gjysmë që kanë kaluar. Ende Peja për gjetë pikët e pare. Një start perfekt i skuadrës së Sigal Prishtinës, gjë që e detyron edhe krye trajnerin kroat këtë obligatorët e tij duke marrë një time out. Një pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Sa ka përgjigje Peja, se si do reagoj pas time-outit të thirrur nga Milacic. 10-0, ky fillimi i çerikut të parë në favor të Prishtinës. Moala. Janë treshe, nuk ka pik nga Vitali sapo i kuadruar tash Grim, por me reboundin e sojnë për ta. Shënuar pikën e parë në ndeshje për Pejën edhe Rut. Moala një angazhim perfekt për lëshumarsi prapa Belli. Që vërplosa njerë tomin e gosh. Çfarë paraqitje nga Adrio Belli që ka 10 pikë, 2 ka Kakrugi. Një paraqitje mrekullueshme deri tash nga Belli. Ja në quajtje vështirë. Nga tash Green nuk ka pikë, Clarence nuk arrit marrë reboundin e Arti Hajdari. Pasimi është devijuar, topi do i takoj Pejës.
Brut. Në mbrojtje shumë e mira Altin Morinës për të avjedhur topin. Tranzicionet dhe Prishtinës. Për cilë Morina. Pasimi për para për Duke. Duke s'ka pranë Malen. Adra Bailey. Kakruki. Kakruki, lëviz mirë me këm. Kakruki rrotullohet në presion të kohës bën gjuajtën, nuk ka pik. Williams. Shtyn vetë kundër dritën e PS. Williams, mbrojtja ju e rregull dhe Kakruki do t'jenë dy gjuajt e tira për Shawn Williams. Atë kemi zëvendësim tjetër të Peja. Duke thënë në parket Edwards. Ullet Rut. Qëllan e quajtën e partë të lirë Williams. Sakta në të dytën. Në pasim shumë i mirë Kakrugi. Dukes provan për 3. Nuk shënon Dukes. Edwards me rebound. Musa Mala. Mala provan shkoj vetë. Pasimi për Shawn Williams. Gjerë Tomi për Arti Ajdari. Pasimi ju më i miri. Green e mbohan Tomi për ja. Dhe Green rezikon. Tomi këthet në fatë për të janë. Tjetë Tomi umër i pejës. Altin Morina për Clarence. Se shënën i pamarkuan në layup. 14-4. Jo edhe aqë përmenshme me mbojtën e Tomit. Skuadra pejës që po i kushton. Edhe të kenë një bërsi. Prishtina prej 10 pikave prap. Tomi 4 të umër i pejës. Ku janë mbyllë për thuaj se 5 minuta loj tashmë. Edwards. Janë e gjuajtën e gjysë distancë që shkurtër nuk shënon. Janë mbrojtja mirë. Në pas e Bejlit. Clarence. Kakruki. Kakruki me forcë. Kakruki përdor tabele, nuk ka pik. Mala. Ka në faul të Altin Morinës. Se ndalja tranzicionin e skuadrës e Pejës. Dojmë që është personalja parë për Morinën, nga një kanë Kakruki dhe Clarence. Dhe është fauli 3 të kipor kë i skuadrës së Sigal Prishtinës për dalin që Peja nuk e ka bërë asë një. Mala. Projtë e mire Kakruki. Green. Në ballore për avon treqën. Nuk shënon Green. Edwards. Cja dytë për Musa Mala për 3. Shënon Musa Mala. 14-7. Treshja pare Pejës. Clarence për Bejlin. Bejlin rotullohen, mbrojtja mirë Arti Ajdari, i pa fat që nuk arriti ta. Kontrolloj Tomin e fund, Paloshka dhe Kramer që do inkuadrohen. Është larguar Kakruki dhe shohim kush do largohet tjetër. Largohet Clarence. Dhe në vend për Donin. Altin Morina. Leroy Dukes, me të pranuar Tomi, provan gjuajtën për 2, nuk shka pik. Kramer, ja Bailey për 3. Shënon, Adrio Bailey. 13 pinga, aj 3-3 dhe ti. 17-7, prap në 2 shifra bërësia Sigal Prishtinës. Musa Mala. Mala provan tirohet, Mala shkon vetë, Mala përdor tabelën, blokade vëshme nga Kramer. Pika do pravnohen për Musa Malen, që është pika 5 të ti. Dukes një shpejt. Ja, Kramer është i lirë. Dukes. Për Kramer do tjetë pik të leta. Mongon rotacionin në mbrojtjen e Pejës. Po penalizohen për thuaj se në çdo aksion të Sigal Prishtinës ata. Musa Mala. Arti Ajdari. Për Edwards, ka pran Kramer, Edwards një për një me Kramer, Edwards në gjysë distancë shënon. Caesar Edwards.
Poloshka. Janë pasi për Altin Morinën, një treshe nga anash, nuk shënon. Adrabeli ka rebound në stojnë të Kremër në fund është Paulu Araj. Shëndrit lapje për gade për të inkuadruar. Shojmë se kur të largohet. Ja dhe Jan Ismaili për gade për të inkuadruar. Altin Morina. Adra Bailey, Kramer dhe Poloshka. Bailey në flok. Ja basimi për Jan Ismailin. Gjysën sezonën e pare luajti me vllaznimin. Jo i vëmenshëm Dukes për nga prapa. Duket që me faulja ka larguar topin Edwards. Treshe me njëshme nga Dukes nuk ka pik, Majla me rebound. Ka ku dërshpritja shpejt e skuadrës së Pejës. Edwards, në për një me Kramer, Edwards, rotullohet, Edwards në gjuajt e vështirë nuk shënon. Adria Bailey shprit dobi sak për Don Poloshkën. Ku dërshpritja është e Prishtinës për cilëm Don Poloshka. Shërmen për Dukes. Janë e pasim në dhëtësi për Kramer, por dorë tabele nuk ka pik për të Williams, transicion është i Pejës, Williams, dështjo, Showen Williams. Lënë që i rrugën e pikëve skuadra Pejës. Një gjuarë e lirë dhe tjetë për të 4 pikone në tajlë Williams. Vetëm Majla që ka më shumë saj pas. Shënon edhe në gjuajtën e lirë. Ja Clarence bëhet gati për të kthyer në parket. Në pas është krira vërësia Sigal Prishtinës. Don Poloshka. Poloshka një pasim, është blokuar me këm. Topin e kontrollon Bailey, pra Poloshka dhe 7 sekonda. Fton edhe Kramer në skrim, Poloshka. Provan qajnë brojtën vetë, Poloshka në sekundën e fundit nuk ka pik. Brojtje e mire Pejës, Showen Williams, transicioni është i Pejës. Janë edhe jo për tash gri, do e ndaloj Laurent Ibrahimi. Me një time out, Sigal Prishtina, 90-60, kreri me loj Peja. Shojmë edhe e Corin se si të shkoj pas time-outit e skuadra e Sigal Prishtinës, nisim barë për tuaj se gjatë tërë qereve dhe parë padin e përsi 2 shifrore prej 10 pikëve. Por në sëri e mire Pejës në këto minutet e fundit janë e trishën nga Clarence Airpol. Williams. Majla. Pa pran Poloshkën.
Kanë mes Lapi dhe Poloshka, dy lojtar që rrethojnë Lapin, ja blokohet Rut nga Kramer, një tresha Sean Williams, nuk ka pik. E i fundit e ka larguar topin. Duket Adrio Bale, andaj posedimi do vazhdoj tjetë me skuadrën e Pejës. Green për 3. Barazot rezultati, tash Green. Ma pak se një minut lojë, gjithë shka barabana në ndit. Faktin Shoshaj në parket për Pejën. Ishtitari Sigal Prishtinës sezonin e galuar. Clarence. Pasimi shumë i mirë për Poloshka, nëziton në gjuajt e pret lëvizjen e Bejlit. Vazhdon të baj tomin ton Poloshka, afton në ndihmë edhe TV-e Kramer. Poloshka lëviz mirë, një gjuajt e vështirë shanon. Tom Poloshka. 21-10. 8 sekunda diferenca kohës së aksionin me atët e Çeregut. Shoshaj, për Rut. Williams. Lëviz mirë, Williams provon të sulmoj. Green, anash për 3, nuk ka pik, Rut. Me rebound tjetër në sojt skuadra Pejës. Gjithë aksioni, apo gjithë koha mbetër, do t'jetë me Pejë njani alley-oop i Fatlit Shoshaj për tash. Green ka foul të Clarence. Do t'jenë dy gjuajt e lira për të. Pasimi është shumë i bukur nga Fatlit Shoshaj. Shojmë a njerë. Pa kuptueshme se si nuk arriti ta kompletoj aksionin me pik nga jo situatë. Ka bën Green në gjuajtën e parë. Shumë rebound në sën nga Peja, 9 në total. Green shënon në gjuajtën e dytë. Stokolnila në parket. Do të presin a njerë, duhet që do të përsëritë dhe njerë këtë gjuajtje e lirë. Shënon. Gjuajtja e parë e lirë nuk ka qenë e rregullt. Andaj, do të llogaritën që 2 herë ka qenë sakt në të lirat. Ja dhe 4 sekonda, Clarence provon të shkojë vet. Clarence në të vërtetë është fauluar. Dy gjuajtje të tjera do t'ja për të. Qartë kontakti në Clarence. Cili ka vetëm 2 pik, një asist dhe një rebound deri tash. Është ulur Stokolnila. Ka bën Clarence në të parën, i pa fat. Sakt në të dytën. Në këtë mbyllet. Edhe Çeriu i parë minimale për sija e Sigal Prishtinës 22-21. Ma i dalluari Adrio Bale me 13 pikë shënuar, aty rebounde. Edhe për Tepeja, kush është nëse ma i mirë Sean Williams dhe tash Green. Williams me 5, Green me 9 pikë. Një hapësirë e shkurtër publicitare për të dëgjuar me Çerikun e tij. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ue, e reja, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me vlet çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Topa? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'bli pa interes, me t'ziu ne po pres, shumë let me pagu, a jeti t'ungu. Ha, qështu do? Ka
kartela top. U kry blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. E 22-21 10 minutë është i parë gati për nisur, edhe çeregu i dytë. Shohim edhe disa numra nga çeregu i parë, ku dominoi skuadra 5 me reboundin e Stolm, 10 në total. Sa i përket reboundin e Stolm, pati edhe 7 në mbrojtje 17. Numri i reboundit për dallim se Prishtina pati vetëm 8. Clarence për Ismailin, tashmë Paloshka. Paloshka në pasim për Kramer. Kramer për Paloshka, pravan me njerë gjuajtën, Paloshka nuk ka pik, Rut që arin ma reboundën në mbrojtje. Fatim Shoshaj. Williams. Williams për Green, janë pasim në thellësi, nuk ka foul. E një top tjetër ju për 5. Top që kjo është topi i 4 të jumbër të PA. Clarence. Ja, një të mërtim shumë i mirë nga Clarence përdor tabela për të shënuar. Pika pas të ti. Shoshaj. Gjuajtje nuk ka pik, por është Rut për ta përmirësuar. E për të shënuar nga mundësia dytë, janë i pasimi Poloshkës për Kramer. Lakohen nga Rut. Adria Bailey. Janë e përnjë me shëndrit lapin, dëbërtimi Bailey ka një foul. Dy tjera do tjenë për Adria Bailey. Ka ba në gjuajtën e parë të lirë Bailey, që shpërtheu në minutet e para të çeregut e parë. Samajla bët gati të kthehet në parket. O, ka bëndyjat Bailey. Si që pejat marë për cinë e parë në ndeshje. O, Sean Williams. Rut. Williams, filman mirë, Williams. Ajo, për tash Green. O, sakson i bukur këj pejës. Shoj me anjera, asistin perfekt, Williams për Green. Clarence, pasimi rrezikshëm prapë, kontrollon Poloshka topin. Lojtje mire. Martin Shoshaj në fundu bet topin ton Poloshka. Nëse do ulli tashmë Poloshka, të inkuadruar Djukes edhe Altin Morina. Shoshaj. Ola. Martin Shoshaj, lëvizmi. Shoshaj shkon vetë në leja, përdor tabelën, nuk ka pik. Rut. Tjetër mundësi e dytë për Pejën që shërojnë ata. 3 është e përsia këtyre, 24-27. Khalil Djukes. Albert Sinani bët gati për të inkuadruar të Sigal Prishtina, në pase për Kramer. Lojë në këm. Garut, për cilën se në vendën e kujtë e kuadrohet Sinani. Dhe
Largohet Jon Ismaili. Marina për Adria Bejlin. Bejli lëviz mirë, Bejli me fort, Bejli me të majtë, përdor tabela për të shënuar Adria Bejli. 26-27,15 e ti. Ka dhe 3 rebounde, Mala për Rut. Mala. Të rriqet prapa, lojnë për një me Bejli, Mala në balore për 3. Nuk ka pik Kramer. Majlar dhe për të marrë rebounde, në ashtin Marina, tranzicion është një Prishtinës. Marina për Bejlin. Bejli arrit në ashtron grinë dhe ka një faul. Ka në është për të vazhduar me aksionin tash me Sigalt Prishtinë. Ka mbetër edhe 16 sekunda loj në aksionin e tyre. Janë 3 e Bejlit, i shkurtër. Djukës të mbanë për para Prishtinën, Sinani. Për Altin Marinën. Marina, një pasim shumë i mirë për Kramer. Nga vërsia nuk shëron Kramer, Lapi. Rotullohet. Musa Mala, Fatlin Shoshaj. Thën topi për Malen. Mala i pa markuar për 3, nuk shëron. Kramer, lufta. E topin e ka Lapi, në fund nuk arrin ta mbaj. Adria Bejli. Pasimi prapa për Dukes. Dhe më pas Kramer që bën prerjen dhe përblas topin e kët. Dhe kthen e vërsi skuadra Sigalt Prishtinës. 28-27. Shoshaj për 2. Nuk ka pik Fatlin Shoshaj. Dukes. Nga kjo distancë për 3, lang për të shënuar. Rut me rebound. Green dhe Mala. Shoshaj. Kakruki bët gade për të inkuadruar. Janë e gjuajt e vështirë, Green nuk shënon. Kjetë rebound e sën nga Peja. Fatlin Shoshaj. Shoshaj, pasimi është devijuar, Rut, shtytopi sak për Lapi, Lapi për 3. Nuk ka pik. Altin Marina. Marina. Sinani në viz mirë, Sinani provar të shkoj vetë në layup, Sinani nuk shënon. Brojtja mirë shëndet Lapi, shënë tash Green, ka faul. Brojtja duke që ka qenë faul i Marinës. Në Sean Williams që do inkuadrohet, një ashtu edhe Kakruki të Prishtina, do zëvendësoj. Tuller Lapit e skuadra Pes. Mala. Mala, pasimi shumë i mirë për Rut. Brojtja mirë edhe Sinanit. Marina që vjet topin në fund. Pasimi prapa për Kakrukin. Altin Marina, zitën në gjuajt e preferon të përtimin. Shman brojtja mirë Sean Williams. Është gjikuar vetëm si një faul. Shona Marina në gjuajtën e parë të lirë, 29-27. Ka bë në të dytën, Mala, kundërshpitër të shpejt. Sa Mala, të rriqet prapa, me Sean Williams. Green, Mala, Edwards, Hajdari. Sa Mala.
Mesën e dy kundërshtarëve, çon mbrojtje perfekt, kështu mbyllet edhe ku aksionet e PES. Vendet të fauluar Musa Mala. Adra Belli bëhet gati për të inkuadruar për të kthyer prapë në lojë. Do ulet Kramer. Bailey. Ja, e pas jam shumë i mirë nga Dukes për Arber Sinanin. Që e përmendojmë me një penandër ose sa i bukur aksioni i skuadrës së Sigal Prishtinës që tashmë ka një momentum në lojë. Mala, Rajdari, Williams. Williams për Malen, 8 sekunda aksioni PES. Sean Williams në mismatch me Kakrukin. Williams lëviz mirë, nuk ka pik Sinani. Me rebound në mbrojtje, ja pasimi për Dukes. Qastoj më herët perfekte Sinani. Në pasim në thellësi për Bailin që ndalën në gjysmë distancë, ka foul personale Musa Malës. Dalë loja tashmë me një time out nga skuadra e Koplos PES. Dy gjuajtë e tjera dhe tjenë tashmë për Bailin. Sakt në gjuajtën e parë, ma herët me 2 tentime dështoj të shënojnë në të dyat. Sakt në të dytën. 33-27 në 6 të vërsia. Green për Ajdarin, pa në faul. Mbrojtje duket nga Arber Sinani. Mala lëviz mirë. Ka një faul në Malen. Faul i 3 dhe i pori së ka Prishtinës. Sean Kramer që kthehet në parket për Prishtinën. Me largohet Audrey Bailey. Mala. Ajdari, provon një floater, Ajdari nuk ka pik Sinani. Me një mbrojtje të mirë dhe ka një faul tashmë në, apo jo?
Fundi duke që kaluar të Hajdari dhe posedimi do tjetë me skuadrën e Sigal Prishtinës. Gjux. Kakruki. Ka në pasim për Kramer që nuk shënon nga vërsia. Ka në faul të Sinanit në Williams. Sinanit kështë personali aty dhe është faul i fundit e kiport që kështë e bërdhen skuadra e Sigal Prishtinës. Williams. Ka në pasim për Edwards. Ruth. Në përnja me Kramer, Ruth. Një huk shot i shkurtër. Kramer me rebound në mbrojtje. Gjux. Kakruki. Ka në preja shumë e mire Sinanit pësoj radhe. Pasimi që interceptohet nga Mala. Williams. Lerohet, pravan treshe në Sean Williams, nuk shënon, Kramer i vëmenshëm që arrin marrë topën e këtyre në brapsh nga tabela, luan 2 minutet e fundit të pjesës së parë. Gjux për Kakrukin. Gjux, dalet për 3. Shënon Gjux! Pikët e para, ku ka 3 asiste. Mala për Hajdari. Të tjera dhe tjenë dashme për Ruth. Ka më faul e vërtën skuadra e Sigal Prishtinës. Shënon në quajtën e parë të lirë. Ka në të dytën. Kramer. Për Gjux, pasime për para për Sinani, në layup shënon, pika 4. Rar për Sinani. 38-28, prap në djetë vërsia e Sigal Prishtinës. Shumë se 1 minut lojë dërën e përfundim të pjesës së parë. Ka një faul në Kakruki, kërkohet faul jo sportiv. Kalituare dhe Sigal Prishtinës. Do vinë të shojnë tashmë Mumini dhe Shabani atë faulin e fundit, se në fund vendoset sa do të vete një faul i zakonshëm apo të tjetë një faul jo sportiv. Një faul i zakonshëm apo një faul normal, nuk ka aspeja më faul e vërtën të tjetë të gjyrat e tira për Kakrukin. Në quajtën e parë të lirë. Shanana jetë në të dytë nga Kruki. Pak se 1 minut lojë.
Williams, dalet për 2, Sean Williams nuk shënon. Ja, një, mbrojtje shumë e mirë nga të Hajdari, Mala për 3, Musa Mala. Dhe ndaj lojme një time-out, tash me skuadra Sigal Prishtinës dhe krye trajneri Ibrahimi. 20-31, 2 trezhet e Musa Malës. Dhe 38-32 sekonda lojnë në Qerekun e dyta më në pjesën e parë. Marina për Dukes. 35 sekonda lojnë, 9 vërsia Prishtinës. Aten Marina. Kakruki. Dolohet Kakruki, një ukshati Kakruki, qkam prenda, vanë mirë Kakruki. E gjithë kua mbetë të tjetë tashmë me skuadrën e Pejës. Williams të Vizmir, Williams për Mala nga kjo distancë për 3, Musab! Mala, 22-34, treshja 3 dhe ti jashtë sakon që të sabi, 9 pik në detaj, 3 rebounde, 11 është Green, kështë është nëse më i mirë të skuadra 5, në anën tjetër, të Sigal Prishtina, Adria Bailey me 17 pik, Clarence me 5, 4, që kanë Sinani dhe Kremën. Një pauzë për 15 minuta mos i largoni në pret një pjesë e dytë interesante me Sigal Prishtinës dhe Pejës. 22-34, 20 minutësh i parë.